Ngjarja që tronditi themelet e drejtësisë shqiptare ka rikthyer në sallën e gjykatës së Tiranës Xhaxhain dhe nipin Elvis e Gjon Shkambi, të akuzuar për ekzekutimin e gjyqtarit Astrid Kalaja dhe plagosjen e dy personave të tjerë. Ata kërkuan falje publike përmes një dëshmie të gjatë në seancën e masës së sigurisë. U kërkoi falje familjarëve të gjyqtarit Kalaja. Ngjarja erdhi si pasojë një tronditje të thellë psiqike pas viteve të tëra të padrejtësive për pronën tonë në Shkodër, deklaroi në sallë 30 vjeçari Elvis Shkambi, i cili pranoi se arma me cilën kreu krimin ishte pa leje. Gjatë seancës, gjyqtarja Marinila Osmani pranoi kërkesën e prokurorisë së Tiranës për arrest në burg ndaj të dyve. Elvis Shkambi përballet me 3 akuza të rënda: vrasje të funksionarëve publik, vrasje në rrethana cilësuese dhe armbajtje pa leje, ndërsa xhaxhai i tij, Gjon Shkambi, akuzohet për nxitje të vrasjes në tentativë ndaj palës kundërshtare, Rakib Dervis Kurtaj, që mbetën të plagosur gjatë përplasjes brenda sallës. Avokati i tyre Gujti Mibra pranoi se akti është i pajustifikueshëm, por e lidhi ngjarjen me dështimin e sistemit gjyqësor. Elvis Shkambi shpalli sot falje publike për sa i përket vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. Ka shprehur një vendim shumë thellë për këtë ngjarje. Ngjarja është krijuar si shkak i akumulimit të stresit dhe shumë vite kalvarit vujtjes tyre si familje në gjykata civile, ka qenë në kushte të rënditjes lartë psiqike në marrjen e vendimit, i cili ka krijuar një rënditje thellë psiqike dhe ka krijuar një krim të tillë. Gjon Shkambi nuk ka marrë pjesë fare, pas deklarimeve të tij nuk ka pasur dieni fare që nipi i tij mund. Në burg u laj dhe punonjësi i sigurisë së gjykatës apeli 63 vjeçari Banush Koçaj, i cili akuzohet për shpërdorim detyre, pasi nuk kontrolloi të pantehurit në hyrje. Ai mbrojti veten duke thënë se ishte i sëmur dhe kishte njoftuar kancelaren për largimin e tij nga detyra. Në dijenin tim është person që vuan nga smundja e diabetit dhe siç e kishte lajmëruar me sa deklaroi në seancë, deklaroi që kishte lajmëruar kancelaren e gjykatës që unë nuk ndihem mirë dhe kancelara e gjykatës i kishte thënë që mund të lëvizni, por nuk është zëvendësuar në shërbimin e tij. Pra, smundja që ka Banush Koçaj është smundja e sheqerit, e cila për hir të vërtetës ata që pak e din, por ul çikushmërinë në typ në momentet veçanta kur rritet pjesa e sheqerit. Guria e Tiranës ka dyshime të forta se ngjarja mund të ketë qenë planifikuar. Hetuesit po analizojnë bisedat telefonike dhe komunikimet me xhaxhait dhe nipit për të zbuluar nëse vrasja e gjyqtarit dhe plagosja e palës kundërshtare ishin të paraprogatitura. Gjatë seancës, prania e forcave të shumta të policisë brenda dhe jashtë godinës ishte e dukshme për të shmangur çdo incident të mundshëm. Ngjarja ka hapur një debat i ri mbi sigurinë e ambienteve të drejtësisë dhe efikasitetin e masave të kontrollit në gjykatat shqiptare.